Selam aleikum, hoqë thot, a është gjëna pas haqit me shku në dete? Aleikum salam, rahmatullah. Ka dallim me thonë, a është e lejuar pas haqit me këshyr haram, me këshyr njerëz të gjveshur, me shkuj e femna. Ka dallim, edhe ka dallim me shku në dete. Po ashtu, pse me thonë mas haqit edhe para haqit? Me këshyr cullakane, si para haqit, si mas haqit është haram. Gjveshja ma madhe është në dete. Deti si deti nuk është haram. Uji si uji nuk është haram. Haram është njerëzit që gjindën aty që t'imponohet me i këqyrë, ajo të lovia jo. Nëse gjanë të një vend, ku s'ka haram, ku je qetë, shkon, lahësh, një ditë, dy, kthehesh, 2 orë, kthehesh, si para haqit, si mas haqit është e lejume. Por është ndaluar si para haqit, si mas haqit, si për burra, si për gra me qyrë, haram. Pra, kur themi na, dikush ka keq kuptuar që është në detit. Deti është haram, jo. Deti nuk është haram. Të shikuarit e njerëzit të gjveshur në deti, si meshkujve, si femrave, kjo është haram. Pra ta kem, nëse gjojmë dikun, ku s'ka këso harame, të ban me shku në deti. Kështu që s'ka lidhje, haqi, para haqit, mas haqit, kur gjë s'ka lidhje. Haram i mbetet haram, halal i halal.